Pjekjet bëhen të pamundura, pra pamundësohen për pjekjet, edhe betonizohet opozita në atë masë që s'kemi më as takime, as nuk ka sinjale për marrëveshje, mbas edhe duhet mahet, duhet ecim tutje. Por aktualisht po shohim hapësirë, edhe po e shohim që është e mundur që të kemi marrëveshje politike dhe detyra jonë primare si subjekt politik, si përfaqësues popullit, është ta bëjmë maksimumin drejt konstruimit të institucioneve. Çka do t'i themi popullit nesër nëse shkojmë në zgjedhje të panevojshme? Çka do të bëjmë pas përfundimit zgjedhjeve që po vinë? Do të vinë situatën e njëjtë. Prapë do të jemi subjekti parë politik, prapë do të ftojmë subjekte politike që të vinë e të bëjmë marrëveshje dhe është e panevojshme të humbim miliona euro mbështetje nga Bashkia Evropiane dhe të konsumojmë kohë këtu në ballafaqimet tona të brendshme. Për ka zotrioti opozita po thotë të kundërtën që jo jeni të interesuar të shkoni në zgjedhje, për këtë arsye edhe po e zvarresni krejt procesin që të shkoni në zgjedhje sikur vitin e kaluar në 10 orë atëherë kur është e pranishme edhe Mërgata. Atëherë opozita ka mundësinë të na provojë shumë kollaj. Le të vi, le të zotohet që do të qëndroj aty për presidentin, le të merremi vesh për votimin e presidentit, sepse nuk është çështja votimi i kryeparlamentarit apo i qeverisë, sepse i kemi votat për këto. Problemi është te presidenti. Ne nuk kemi shkuar për kryeparlamentar në zgjedhje, as për qeveri herën e fundit, as të parafundit. Kemi shkuar për shkak të mos zgjedhjes së presidentit vendit. Pra është e pakuptim mos merremi vesh me presidentin e ndërkohë ecim me procedurat ose me afatet të cilat na çojnë direkt në zgjedhje. Pra jemi, po e them troq, të interesuar ta bëjmë maksimumin që të pamundsojmë shkuarjen në zgjedhje përsëri. Edhe këtë po e bëjmë duke hequr dorë prej një pjesë të vullnetit shprehur qytetarëve në mbështetje të vetëndosjes, sepse krahasuar me subjekte politike jemi pakrahasimisht shumë më të mëdhej dhe kemi mbështetje shumë më të madhe. Çfarë ndërkaq sa i përket partive opozitare, ende ju qëndroni si lëvizje vetëndosje më afërt LDK, se pamë që edhe sot në tensionet që u bën në kuvend, LDK-ja nuk ju përgjigj ftesës PDK-s njëjtë siç bëri AK, ndërkaq dje kishte disa zëra për një